do jetë apo s'do jetë në listën e kandidatëve, atë e përcakton ai. Po se ku do jetë pas 11 majit, atë e përcaktojnë shqiptarët. Dhe shqiptarët ja kanë pre biletën ati. Ja kanë pre biletën. Të kuptohen. Edi Rama po lufton për mbjetes pas 11 majit. Shkaku i burgosjes se Erion Velis është qeveritar, basi letra e Anesti Angonit është qeveritare dhe ai nuk u akuzua për gjërat më evidente publikisht, si që është djegësi i Tiranës dhe 5D-ja, sepse aty shkonte, tek Djelski shkonte direkt tek Rama, hoteli thuhet se është shareholder edhe Olsi Rama. Këto janë thënë që në fillim. Ndaj dhe ai dështojnë të siguroj votat e PD-s dhe të billë Sali Berishën për të shkris skapin e partisë, dështojnë. Bëri përpjekaj, edhe publike, edhe në Rogoz, por si që kam deklaruar dhe si që kam betuar, s'do i bashkoj kur votat me te, masi asnjë hap nuk do mund të bëhet pa Komisionin e Venecias, i cili do jetë jo vetëm arbitri, po do jetë institucioni që do trajtoj problemet e reformës drejtësi. Kjo është, këtu e ka gjithë halli, ai ka hallin e madh shumë, sepse ai mendonte se Sali Berisha, me qenë se është akuzuar pa drejtësisht, urdhroni. Me qenë se është akuzuar pa drejtësisht, tani në akt hakmarrje do të pranoj të votoj për shkrirjen e skapit. Po kjo nuk mund ndodhte. I kalkuloi gabim. I llogariti gabim hesapet dhe mbeti duar bosh.